Prej më shumë se një muaj, minatorët e Spaçit kanë dalë nga nën toka për të protestuar për të drejtat e tyre, që mbulohen prej vitesh nga errësira e galerive, të raskapitur mes rrezikut në punë me orë të zgjatura për 30 euro dita. Minatorët kërkojnë që të legjitimojnë sindikatën e tyre për kushte më të mira pune dhe siguri. E para analizës kemi pasi herë nga kompania. Dyta, dihet se prania kur jenë galeri, ajo galeria nën tokë është ka vështirësitë e veta, sido që të jetë. Ndër gjithë të punëtorë po të shkojnë te spitali, gjithë janë me mushkrit bllokuar, me silikozë, me probleme nga më të ndryshmet. Rreth 150 kilometra më në jug të vendit, në fushën naftëmbajtëse të Marinzës në Fier, një tjetër betejë po zhvillohet nga naftëtarët e kompanisë Bankers Petroleum. Prej 2 javësh në grevurie, naftëtarët kërkojnë gjithashtu paga të denja dhe kushte minimale pune, mes helmeve të përditshme që lëshon nafta. Jo vetëm unë, të gjithë ne jemi me fenolin gjak, që kompania ne nxjerr të rregullta. Ktu po punove 4-5 vite në naftë, në naftës, të gjithë janë me fenolin gjak. Nësa këta na bëjnë analizat, vetë kompania nxjerr gjithë në rregull. Shqipëria është një vend me burime të pasura minerare dhe hidrokarbure, por ka dështuar në dekada që t'i transformoj ato në burim mirëqenie për qytetarët. Të shfrytzuara prej vitesh përmes koncesioneve të debatueshme, burimet natyrore duket se janë kthyer në mallkim për punonjësit e industrive nxjerrëse. Ne kemi një shtet që menaxhon, pavarësisht se mund ta ketë dhënë me qira apo me koncesion si është në ditën normale të kësaj kohe ku ne po jetojmë. Edhe duhet menaxhuar se s'është vetëm e këtyre njerëzve që janë këtu, është edhe atyre njerëzve që janë në Spaç, edhe atyre në Vlorë, në Tiranë, kudo, kjo është pasuri e gjithëve. Në minierën e Spaçit, ky është ditari mujori një minatori. Janë 36 ditë pune, sepse shpesh punojnë 16 orë në galeri për të plotësuar një pagë dinjitoze për familjen. Aksidentet në minier janë gjithashtu të shumta, por protestuesit thonë se shumica prej tyre nuk raportohen. Ka pas shumë incidente edhe në galeri, ka pas edhe thyrje kocka, shumë dëmtime të ndryshme ka pas, por të gjitha mbulohen me këto traditë e kësaj kompanie, ka qenë që do të thosh që jam rrëzohu se jo në punë, por jashtë punës, që mos shëndohet si incident në punë. Ja, ky, për shembull, si gara guri nga më kohë të falërëmës. Për i Zotit, kam shpëtuar tepër lehtë me profesion me gurt që më kanë dhënë gjatë punës. Unë ju kam dërgu, normalisht ju kam dërgu raportet, për me kalu raportet, ata më kanë kalu ditë pune. Dhe më thënë si gjoja jam punë. Kompania Tete Albania, e cila menaxhon përmes një koncencioni minierën e Bakrit në Spaç, po bën rezistencë kundër njohjes së sindikatës, ndërsa pretendon se ofron standardet më të larta të protokolleve të sigurisë, kushteve të punës dhe paga mbi nivelin mesatar të tregut. Dokumentet që provojnë përfaqësimin duhet të paraqiten si pjesë e kërkesës për nisjen e negociatave. Kjo u bë e qartë dhe u kërkua nga përfaqësuesit e Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit gjatë takimit ton ndërmjetësues me përfaqësuesit e Konfederatës dhe dokumente të tilla ende nuk janë paraqitur, shprehet Tete Albania. Kur ka bën ngritjen e fundit të pagave, ka bën ngritje domethënë gjasë me balancim pagash që s'e ka bën, po ka arrit deri edhe në 500 lekë vjetra për me ngrit paga. Deri në 500 lekë vjetra, imagjino çfarë ngritje ka bën. Na është duk më shumë si tallje se sa ngritje pagash. Minatorët ankohen se kompania po hakmerret me shkarkime të palishme nga puna, ndërkohë që këmbëngulin se nuk do të tërhiqen nga të drejtat e tyre. Na mendojmë që është një drejtë e lishme për të pas sindikate, një kontratë kolektive, që ti na dhënë të mbrojtur, sepse nuk e kena ndier veten asnjëherë të mbrojtur. Ndryshe nga minatorët në Spaç, naftëtarët e Marinzës e kanë sindikatën dhe kontratat kolektive të punës, por u detyruan që të futen në grevurie pasi kompania nuk e respekton sipas tyre marrëveshjet. Aktualisht kompania Bankers Petroleum po hetohet nga prokuroria për një skem mashtrimi 20 vjeçar, që dyshohet se i ka shkaktuar miliona euro dëm buxhetit të shtetit. Të informuar për diferencat e mëdha në paga mes drejtuesve të kompanisë, naftëtarët thonë se nuk do të tërhiqen nga greva, pa u plotësuar kërkesat e tyre. Kompania ka deklaruar që ne nuk kemi mundësi financiare për të parë fondin e pagave dhe për të pagat e punonjësve, por që në të vërtetë nuk është kështu. Sepse ajo që ne kemi kërkuar për 400 punonjësit shqiptarë është sa paga një kineze, ka dalë në përgjimet e prokurorisë, që këtë xuja mbritet rreth 850.000 euro në vit. Kaq kërkojmë ne për 400 veta. Kompania Bankers Petroleum pretendon se ofron paga të mira, bonuse dhe mbulim shëndetësor,
për të gjithë punonjësit e saj dhe i konsideron kërkesat e grevistëve si të pabazuara në fakte dhe vërtetësi, por punonjësit e naftës e konsiderojnë këtë reagim një fyerje. Absurde. Kjo është fyerje. Kjo është fyerje. Unë jam lindur e rritur këtu në Marinës. Edhe dua që fëmijët e mi të rriten në këtë vendin tim. Nuk dua që fëmijët e mi të ikin jashtë. Pse? Kush është arsyeja? Të vi një shtetasi huaj edhe të më marri mua lekën në shtëpinë time? Nuk po them të më marri se mbase kështu janë kontratat koncesionare. Po jo të më marri dhe fytyrën. Këtë jo, nuk do ta lejojmë fare. Ne jemi të vendosur t'i dalim deri në fund kësaj gjës me çfarë do lloj kushti. Në betejën e tyre për siguri dhe dinjitet, punonjësit e industrisë nxjerrëse kërkojnë ndërhyrjet e institucioneve shtetërore për të zgjidhur mosmarrveshjet, të zhgënjur se kërkesat e tyre kanë rënë deri më tani në vesh të shurdhër. Konkretisht tani ndjem veten shumë praktikisht nga shteti sidomos. Sepse ai më sa duket na ka shit me gjithë pasurinë minerale, na ka shit edhe ne si banorë zonës, si punëtorë, nuk do m'ja ditë fare ai na gjallë asjena. Po kërkojmë çfarë meritojmë, dinjitet, absolutisht. Këtu nuk dëgjohesh. Nuk dëgjohesh. Lëvizja Bashk ka mbështetur vazhdimisht protestat e punëtorëve. Kreu i kësaj lëvizje Erlin Qorri flet për braktisjen e tyre nga institucionet dhe abuzimin me pasurit kombëtare. Që bën të veçantë rastin e naftarëve dhe miratorëve është fakti që këtu bëhet fjalë për investimet cilat kanë zaptuar pasurinë publike, pra nafta dhe mineralet janë pronë e popullit shqiptar dhe punëtorët janë të fundit që përfitojnë nga kjo pasuri e përbashkët. Sigurisht nuk përfiton as shoqëria e gjerë shqiptare, përfitojnë vetëm ata pa koncesionar dhe zyrtarët politik që u kanë dhënë këto koncesione ndër vite.